Debati për reformën territoriale solli një tjetër përplasje mes mazhorancës dhe opozitës në kuvend. Në fokus ishte kërkesa e Partisë Demokratike për zgjedhjen e mandatit të komisionit posaçëm me qëllim vijimin e konsultimeve dhe të gjesave me palët e interesuara. Bashkëkryetari demokrat i komisionit Luciano Bocci argumentoi se procesi nuk mund të përmbyllet pa u dëgjuar të gjitha propozimet dhe pa zhvilluar diskutimet më tejshme. Komisioni i reformës territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Por kërkesa e opozitës u kundërshtua nga bashkëkryetari socialist i komisionit Auland Balla. Ai deklaroi se afati i këtij mekanizmi parlamentar ka përfunduar dhe se puna e tij nuk mund të rikthehet pas mbylljes së mandatit. Kërkesa e sapo parashtruar i ngjan kërkesës së një udhëtari që ka humbur trenin një javë më parë dhe vjen pas një jave dhe thot dua të hipi në trenin që kam humbur para një jave. Ndërkohë që ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në këtë sallë një javë më parë. Sipas Ballës, opozita ka pasur mundësinë të kontribuojë gjatë procesit, por nuk mori pjesë në disa prej mbledhjeve të zhvilluara më herët. Ai e cilësoi kërkesën për shtyrje si një përpjekje për të rikthyer një proces që sipas tij tashmë ka përfunduar. Kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative e territoriale. Sot do të dëgjohen gjetjet dhe më pas të gjitha palët politike, madje edhe çdo deputet nëse do, mund të vijë me propozime të veta sa i përket, por ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Nuk kemi sot ende një arsye pse keni munguar në datë 16. Prandaj treni orës 7:05 ka ikur, ju e keni humbur trenin, bilet tjetër nuk ka. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi mazhorancën se po tenton të miratojë një reformë pa dakordsinë e opozitës. Ai deklaroi se demokratët ishin përfshirë një proces pas kërkesës së Komisionit Evropian dhe qytetarëve, ndërsa puna e tyre ishte mbledhur në një raport me propozime konkrete. Kanë shtyr afatet. Ju sot paraqiti këtu me një raport që s'është paraqitur në Komisionin e Reformës. Ky është brutalitet. Ky është një akt me cilin ju do të doni me çdo kusht të largoni pushtetin nga qytetar. Këtë që keni bërë ju me reforme deri tanishme. Lexoni pak historinë e Shqipërisë. Në 500 vitet e fundit nuk e ka bërë asnjë pushtues, asnjë regjim, asnjë diktaturë. Megjithatë, pavarësisht përplasjeve në sallën e kuvendit, kërkesa e Partisë Demokratike për shtyrjen me 3 muaj të afatit të komisionit u rrëzua me votat e mazhorancës. Me 82 vota kundër dhe 27 pro, kuvendi vendosi të mos miratoj propozimet e opozitës për zgjatjen e mandatit të komisionit të reformës territoriale. Në përfundim të debatit, Berisha paralajmëroi vijimin e aksionit opozitar duke deklaruar se Partia Demokratike do të ndërmarrë hapa të tjerë politik kundër vendimeve të mazhorancës për procesin e reformës territoriale.